Gjykata e Korçës ka zbutur masën e sigurisë për Leonida Guçen dhe Denis Meqen, të arrestuar për vrasjen e Eglantin Progës në Pogradec. 15 muaj pas vrasjes brutale të Egli Progës në Pogradec, sot asnjë prej 5 të akuzuarve nuk është në qeli. Me vendim të gjykatës së Korçës, kanë lënë qelinë edhe 2 vrasësit e dyshuar, Leonida Guçe dhe Denis Meqe, dolën nga paraburgimi pasi prokuroria shkeli afatët dhe gjykata e Korçës caktoi ndaj tyre masën arrest shtëpie të akuzuar për vrasje me dashje. Ndërkohë, Arjan Manellari, Voltan dhe Andi Shkulaku, të akuzuar për moskallëzim krimi, po hetohen prej kohësh në masën detyrim paraqitje. Vrasja e Progës ndodhi me datë 10 gusht 2024, por prokuroria e Korçës ende devijon me hetimet. Kamerat e lokalit nuk ka ndodhur ngjarja kënquar jashtë Shqipërisë për ekspertim. Leonida Guçe fillimisht ishte hetuar vetëm për moskallëzim krimi, por 9 muaj pas vrasjes prokuroria zbuloi se edhe ai ishte marrë pjesë në rrahjen brutale të Progës bashkë me Denis Meqe. Dosja ishte dërguar fillimisht për gjykim, por disa të pandehur për pas dëshmisë së disa meqes në prokurori, çështja u rikthye në hetim. Tashmë hetuesit presin rezultatin e ekspertizës që po kryhet në një laborator kompjuterik në Itali me një përpjekje për të rikthyer pamjet e humbura dhe për të qartësuar rolin e të dyshuarve në ngjarje. Ngjarja e rëndë ndodhur në muajin gusht në Pogradec, ku mbeti i vrarë Elgi Proga çoi në arrestimin e 2 personave të tjerë që akuzohen për moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës.